Këngëtarja e njohur Adelina Ismaili ka folur sërish me tone të forta dhe plot vetbesim në një intervistë së fundmi, e cila prej vitesh konsiderohet një ikonë e skenës shqiptare, ka ndarë me publikun detaje nga jeta e saj personale, rrugtimi artistik dhe projektet që kanë lënë gjurmë në historinë e muzikës, por vëmendjen më të madhe mori deklarata e saj për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Gjatë bisedës, Ismaili u pyet për këngën e saj të famshme Ushtrin time do ta bëj, një projekt që në kohën e publikimit kishte ngjallur shumë debat për përmbajtjen e guximshme dhe mesazhin patriotik. Pikërisht aty, tema mori një kthejës drejt politikës, të cilën këngëtarja nuk e shmangu, përkundrazi e lidhi drejt për drejt me figurën e Kurtit. Të flasësh për politikën dhe të mos flasësh për Adelina Ismailin është e pamundur, tha ajo me humor, duke shtuar se sipas saj tash është epoka Albin Kurtit. Në fakt, në Kosovë po se po, por besoj se do të jetë edhe këtej kufirit në një moment, shtoi artistja duke nënkuptuar se ndikimi i liderit të vetëvendosjes mund të shtrihet përtej Kosovës, me gjithë hapësirën shqiptare. E pyetur nga moderatorët nëse do të bënte një ushtrim me Albin Kurtin, Adelina nuk ngurroi të përgjigjej me ironi dhe humor. Ushtria është krijuar më 14 dhjetor 2008 në Kosovë. Unë kam ditëlindjen më 14 dhjetor. Unë besoj që Kosova ka bërë këtë shëllimisht për hatrin tim, tha ajo duke qeshur, por pa e fshehur respektin që ka për zhvillimet politike në vend. Në vim, ajo u ndal me seriozisht të ndikimin në rritje i Kurtit. Po më duket që influenca e tij po rritet kudo që ka shqiptar, po duket se koha e tij po vjen. E kam një bindje që nuk do të kufizohet vetëm në Kosovë. Kjo deklarat ka bërë menjëherë bujë në rrjetet sociale ku fansat e saj dhe mbështetësit e Albin Kurtit e kanë përshëndetur mënyrën si këngëtarja e njohur e lidhi artin me frymën politike të kohës. Adelina Ismaili, që prej viteve 90 ka qenë jo vetëm një zë i fuqishëm muzikor, por edhe një figurë me ndikim publik e njohur për qëndrimet e saj të hapura, shpeshherë kontroverse, por gjithmonë të sinqerta dhe të drejtpërdrejta. Në këtë intervistë, ajo duket se riktheu edhe një herë frymën e saj të dikushme, atë të një gruaje që flet pa frikë dhe që beson se arti dhe politika janë të pamdashme në kohët moderne.